Selam aleikum shikues të nderuar të RTI-s. Vazhdojmë me podcastin tonë Merr Frim. Mysafir Hoxhën e nderuar Bekir Alimi, mirë se erdhe Hoxhën e nderuar. Mirë se të kemi gjetë sonën këtë podcast edhe në gjitha mëzgjisët e angazhimet tuaja që i bën në shërbim të kësaj feje dhe në shërbimin e popullit dhe vatanit tonë. Alhamdulillah. Sot për këtë javë e kum vendos të komentojmë disa thënie të Imam Shafiut, imamit të madh. Na inshallah. Imam Shafiu Hoxh, a mos jam gabim apo ka qenë nga Gaza? Më origjinë, domethënë faktikisht nga Gaza, ka jetuar në Mekë, është rritur në Mekë. Nona vetë ka qenë për studime, do thotë edhe aty është rrit, edhe aty ka marrë diturinë. Po me origjinë nga Gaza, po nga Gaza e Sotit, sepse Gaza në atë kohë ka qenë një lloj zone e banuar dhe shumë e frekuentuar. Sot për shembull, edhe ajo që ka qenë shkatruar, por realisht edhe kur është ndërtuar domethënë në vitet 60-70 është ndërtuar për emigrantëve, prej të deportuarve për shtëpiave të tyre brenda domethënë qytetit të Palestinës, edhe kjo si zonë kufitare me Egjiptin janë mbledh aty edhe kanë bë shtëpia. Faktikisht Stenkovec. E sapi domethënë, po me pas vazhdu ata me jetu deportuar vllazit ton për Kosovë, edhe mos me pas ku me shku, me pas me aty me pas bë qytete edhe shtëpi edhe banim aty. Ashtu janë, domethënë, këtë banorët faktikisht që jetojnë në Gaza në këtë kohë, njerëz, familje palestineze që okupatori cionist i ka deportuar për shtëpiave të veta, për pronat veta, edhe kanë mbet aty si vend i braktisur në atë kohë prej forcave okupatore. Këta normalisht sikurse janë palestinez kudo që shkojnë, janë shkathët, janë punëtor, janë zellshëm, edhe mënyrë krijojnë kushte për jetesë. Edhe e kanë bërë Gazën në këto kushte që kanë qenë, të cilat kushte normalisht okupatori cionist, si çdo kund që e bën, është mundu kur s'ka mujt me ja mposht vullnetin e rezistencës, është mundu me ja mposht shkaqet e mbijetesës. Edhe ka shkatruar çdo send që është mbi tokë, deri në 85% të ndërtesave janë shkatruar, shkollat janë shkatruar, universitetet janë shkatruar, xhamiat janë shkatruar, ambulancat janë shkatruar, do thotë kanë mbet 2-3 spitale edhe ato rreth e përçak shkatruame, se pak të kishin pas, domethënë dritë jeshile prej forcave të mëdha botnore, edhe ato kishin shkatruar. Edhe normalisht qëllimi do ka qenë edhe njerëzit me mbyt këtë, ose sikurse e dimë na edhe me deportu prej Gazës me çu në Egjipt e pastaj kudo në botë. Por sikur se e dim, populli i Gazës, banorët e Gazës, populli palestinez ishin gatshëm me vdek, por mos me lënë vatanin e tyre, mos me lënë adheun e tyre, dhe deri tash domethënë u bind bota se duhet të jetë në krahun e viktimës, jo krahun e xhelatit. U bën një marrëveshje e përfundimit të luftës. Deri tash domethënë është u vazhdu, ta shohim si do shkon matutje. Nga ky qytet pra rrjedh ka preordhën imami i madh Imam Shafiu. Unë kum përzgjedh ka shumë xhallar domethënë Imam Ibn Hajeri është aty afër Ashkalani, domethënë Askalani, Ibn Hajar Askalani, komentatori më i njohur i Sahihut Imam Buhariut. E kështu me radhë domethënë ka shumë dietar të sezone, se kjo mendoj ajo që duhet më nxjerr nga këtij vendodhimi historik është se vendi vetvetiu nuk nxjerr njerëz të famshëm edhe të ditur, por familja. Për momentin edhe në Gaza akoma nxjerr njerëz domosdoshmë, sepse edhe në këto kohrat e luftimeve 2 vjeçare, 733 luftime garantime, në Gaza dishin hafizat Kuranit. Në për çadra, si shtëpia e shkatruar pa bukë, pa ujë, ama kishte dikush që domethënë në ato situata kur s'kishte angazhime të tjera, shfrytëzonte që fëmijët e vet, fëmijët e rreth përçak që ishin të atij kampit, mi angazhu me mësimin e Kuranit, edhe deri në hafizat Kuranit. Kështu që problemi është tek familjet, tek prindërit që s'kan aspirata për fëmijët e vet dhe nuk gjejnë zgjidhje dhe module se si fëmijët e tyre të arrijnë suksese në shkollimin e tyre. Ky problem është tash çdo ditë edhe më aktual, edhe më i madh, edhe më i rëndë. Imam Shafiu rahimullahu taala, nona e vet ka qenë ajo që ka insistu që djali i vet me u shkollu dhe ka marrë ka qenë në Mekë. Prej Gaza. Prej Gaza, po. Pa më do të Gaza në Mekë do të janë 1000 kilometra. Sot është vështirë, më u thu jo në atë kohë.
Por dëshira për dituri do të thonë më e madhe se dëshira për komoditet. Edhe ajo që na kemi thonë vazhdimisht edhe përsërisim, sa kujdesin prindërit tonë për temperaturën e fëmijëve dhe pa gjumërin gjithë natën derisa t'ia stabilizojnë temperaturën, sepse rreziku është i madh, ka mundësi me lënë pasoja, ose kur e kanë ndaj grip apo influencë, domethënë infektim, sa i rim gati të qyna për spitale dhe laboratore për me bo pasurinë e gjakut, ma shumë se kjo na do të më kujdes për shëndetin psiqik, intelektual dhe moral të fëmijëve tonë. Ne kujdesimi për dy segmente të rëndësishme, pjesa shëndetësore fizike dhe pjesa e ushqimit, dhe më thot edhe veshmbathjes. Këto janë të rëndësishme për ekzistencë biologjike të fëmijëve tonë. Po më rëndësishme se kjo është, dhe thot ushqimi mental i tyre edhe ushqimi moral i tyre. Çfarë vlera morale ata, me çfarë vlera morale ushqehen dhe me çfarë vlera intelektuale ushqehen. E këtu fatkeqësisht shumica e familjeve, besimtar dhe jo besimtar çalojnë. Andaj na shikojmë me sjell për shembull orëndisht shtëpiake, anviset të na, kujdesen që të jetë shtëpia dekoruar me bukur, domethënë orëndisht shtëpiake, kanapet ku rrim na, do thot perdet e shtëpiave tona, qoshet se si janë dekoruar, kësaj japin rëndësi. Ama fëmia do thot çfarë kulture, çfarë zhvillimi intelektual, ajo është sekondare, me shumë mirë, po se bone s'ka gole. Prindi për shembull kujdeset për famën e fëmijës vet, kuptimin e më marr me sport, aspekti i zhvillimit shëndetësor ti, domethënë këtë aspekt i investojnë me futboll, me basketbol, me sporte marciale, me skiim, tani kemi familje shqiptare në perëndim me tenis, edhe investojnë paret më me për mi dhënë famë. Edhe kjo normalisht është në rregull, mirë por nuk është prioritet. Prioriteti jonë më konë në zhvillimin intelektual të fëmijëve tonë, edhe normalisht zhvillimin moral. Sepse sulme që i ka bota në përgjithësi dhe fëmijët e tonë tani dhe në të ardhmen kanë qenë sulme botë kuptimore, konceptuale, filozofike, edhe dyta do të sulme në vlerat morale. Sikur se na gjithë e dimë, neoliberalizmi i prek do të gjitha vlerat tradicionale konservatore. Edhe mundohet në postmodernizëm si etap e zhvillimit historik me zhvesh njeriu për të gjitha vlerave morale konservative tradicionale, që me qenë i let faktikisht në sulme që i bëjnë ata pastaj kësaj mase rinore, sepse rezultati e modernizmit tek ata dhe zbeha vlera morale e ka zvoglu numrin e fëmijëve. Dhe normalisht ata nuk kanë ku bëjnë eksperimente. Shoqëritë tradicionale konservatore ata kanë alo fëmijë, alo kanë të ri. Edhe andaj ata nëse e shohim qartë dhe mirë, ata sulmojnë vendet ku ka vlera tradicionale konservative. Edhe aty imponojnë rregullat e veta. Pse aty ka land për punim, se në perëndim s'ka s'ka fëmijë edhe të ri që duhet me përpunu. Ama te na ka. Edhe duke pas parasysh se alo vlerat konservative dominojnë në familjet tona, që e quajnë ata patriarkalizëm, me qëllim domethënë të nënshmimit faktikisht të këtyre vlerave që me to ndërtohen familjet tona, ata i shohin si objektiv e arsyeshme dhe mundohen ligjet e veta me imponu dhunshëm, do thot ligje që duhet mi kalu patjetër parlamentet tona dhe qeveritë tona, dhe në momentin që nuk i kalon i privojnë prej aspiratave, do thot integruese që i kanë në asociacione ndërkombëtare, qoftë EU-ja, qoftë ajo domethënë fondet e ndryshme që jep EU-ja apo banka botnore ose banka fondi monetar, edhe në këtë formë ata ta imponojnë agjendën e vet që faktikisht rinia jonë të smuret në aspektin e vlerave intelektuale dhe në aspektin e vlerave morale. E shumica e familjarëve nuk kujdesen që të japin sistem imuniteti atyre në vlerat intelektuale dhe ato morale, sa kujdesen për shembull për aspektin shëndetësor fizik edhe aspektin do thot e mirëqenjes fizike gjithashtu, domthonë biologjike. E këto nëse ne punojmë me fëmijët tonë, mund me nxjerr fëmijë të suksesshëm, nëse na nuk punojmë si prind, atë nuk i çka pret domethënë prej fëmijës tanë, sepse fëmijët zakonisht dojnë të lozin, dojnë të argëtohen, të frenë. Nuk mundesh me gjetë fëmijë i cili e don seriozitetin. Shumica e fëmijëve domethënë e dojnë dëfrimin, argëtimin. Po ti si prind mundesh me menaxhu
gatishmërinë e fëmijës për të memorizuar gjëra, i organizon ditën kohën, normalisht nuk janë ndalon edhe dëfrimin të rësisht. Po i jep hapësirë dëfrimi, por ja menaxhon që edhe koha e mësimit, edhe studimit, edhe memorizimit të jetë e mjaftueshme që ai të merr dije dhe normalisht pastaj të fillon ta shijon atë dije, të pasionot pasaj dhe ta shfrytëzon nesër për shërbim të familjes, vendit, popullit, shtetit e kështu me radhë. Sa shumë mësuam nga një person të cilët as emrin nuk ja njohim. Muhammed ibn Idris e Shafi. Jo, po flas për nënën e Imam Shafiut. Po, nëna e vet, po, është I gjithë ky fjalimi jot, se si në Islamin në librat dihet, mirë po shumica e njerëzve nuk e dinë nënën, emrin nënës saj. domethënë nëna, kjo sidomos shkon për motrat tona që ne ndjekin podcastin tonë, e kupton. Shife, ka insistuar me shkollu djalin, të cilin mbase ka qenë i njohur dhe është në këtë botën, po mirë, po për atë grua tash flasim 1000 vet më vonë 5.000 km, 6.000 km larg vendlindjes e saj, 2 veta në këtë rast unë dhe Hoxha. Do të thotë shumë parametre, para anonimiteti i saj është më rëndësi, ajo shpërblimin e merr te Zoti. Edhe normalisht na sot për shembull themi Allahu e gëzoft me xhenet sepse me të vërtetë ka investuar në investim sakt. Është mësim për nona, do thotë që ato duhet të merren me edukimin e fëmijëve shumë më shumë se sa pjesët tjera teknike që merren me to. Një shkollu. Po, me shkollimin edhe edukimin e tyre. E treta, do thotë, shpesh herë kushtet ekonomike mund me kon pengesë e madhe. Po nuk duhesh mund dal. Me ato kushte që ki, kujdesu për shkollimin edhe arsimimin edhe edukimin e fëmijës tan. Sepse zakonisht fëmijët e suksesshëm në aspektin e shkollimit dalin për familje të varfëra. Nuk di ndonjë rast që për një familje të pasur ka dalë një student i suksesshëm. Edhe andaj nuk duhesh me u nal, faktikisht duhesh vazhdimisht me dhon maksimumin tan në këtë aspekt. Edhe e katërt, do thotë, sakrifica është e domosdoshme në të gjitha segmentet e jetës, se ajo non pas sakrifikuar, domethënë me çu fëmijën e vet pin gazan me kë nuk do ishte bota. Tash shembull, edhe sot shkollimet jashtë që bëhen shpesh herë për shembull ka prindër që thonë pse se çon filan shtetin me shkollu fëmijën tanë, se ki mundsi, thotë smuj me nejt me ty pas fëmijën larg, domosë ne duroj mungesën e fëmijës. Rrezitë. Po. Edhe mu personalisht më ka ndodhur që 3 fëmijë i kem gurbet në shkollim. Edhe shumë veta më kanë thonë hoxhallar, shok, koleg, si e duroni domosë ti keni 3 fëmijë jashtë. 2 vajza të djalin apo? Po. Edhe fakti është, për shembull, për neve si burra është pak më e lehta, më për nënat është shumë e rëndë. Mërzi, po. Momentin që fëmijët udhtojnë domethënë udhtimin e shkollimit, megjithëse sot kushtet teknologjike janë të lehta, komunikimi është i rregullt i vazhdueshëm, po përsëri mungesa në shtëpi, domethënë nënat le gjurmë. Është e pakapërcishme, domethënë është momenti kur i përshëndet fëmijët me shkon shkollime, nuk ka nënë që ngelet domethënë pa u mërzit. S'ka shansa. Po parulla që e kemi ndërtuar në jetën tonë është një spekti parimit. Faktikisht se ne do të më investojmë në shkollimin e fëmijëve tonë. Ne kemi obligim me i orientu ata në shkollimin e tyre. Sepse ata janë të ri, mund me kuptu vlerën e diturisë dhe arsimimit, po normalisht i ngref edhe pjesa e dëfrimit e argëtimit. E normalisht tjetër do të jetë dëfrimi e argëtimi i tyre me shokët dhe shoqja që kanë këto, që nga fëmëria, edhe tjetër në ambientet e reja ku ata gjithsesi kanë me gjetë edhe shokë dhe shoqet të reja. Por na të vetëdijshëm se sot ajo që investohet në shkollimin e tyre është ajo që i bën dobi atyre në të ardhmen. Edhe na duhet me shtyj ata në proceset e dobishme për ta dhe për na dhe për gjithë shoqërinë në përgjithësi. Dhe kjo neve na ndihmon për me përballat mërzi, edhe ashtu mbilëm një hoxhallarëve shpesh thotë këti një djalë ki, edhe në shkollë mesme ajo është jashtë. E tani në fakultet. Nuk është lehtë gjithsesi, por është e mirë për gjithë, domethënë. Për mu, për atë, piqet me kohë, faktikisht adaptohet në ambiente të vështira, jeton normalisht i mundsohet me gjetë miqësi të reja, kultura të reja, mentalitete të reja. Kjo është përvojë e jetës që ai do thotë tani me përfundimin e fakultetit, përveç domethënë fakultetit, si më thon, formal, ai e kryen edhe 1, 2, 3 fakultete tjera jo formale në komunikim me gjë që po shihet për Abdulrahmanin. Ato Allah e ban të hajrit inshallah, se jeta është e gjatë, hala është i ri, ai si dihet se sa dia shohim hajrin atij inshallah. Allah e rrit inshallah. Atëherë fillojmë me thënjet të cilën diku përzihet, përndryshe burimi i këtyre thënie është nga Kalem Taeb,
podcast.com. Është faqe El Kelimu Tayyib, fjala e bukur ose fjala e mirë, e cila do thotë poston ajete kuranore, hadithe pejgamberit dhe fjalë të dietarëve musliman. Është faqe relevante, është faqe domosdoshmë serioze që edhe na si xhallar shpesh herë përfitojmë për kësaj faqe. Po, i ka përzgjedhur Sali Eshami, shkëputur nga përzgjedhja e Sali Eshami, por ndryshe faleminderim special. Hoxha Sali Eshami, sa për informatë, domethënë është një prej xhallarëve të Sirisë, i cili jeton në Saudi dhe ka një kontribut të jashtëzakonshëm në shërbimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në këtë rast edhe të dietarëve imamëve musliman, qoftë imam Abu Hanife, qoftë imam Shafiu apo imam Ahmedi apo imam Maliku. Ndërsa e ka përkthyer hoxha i nderuar Dr. Sedat Islami, Allah e shpërbleft. Doktor Sedati gjithashtu është prej xhallarëve domethënë bashkëkor që ka lindë, jeton dhe vepron në Vushtritë të Kosovës. Ka studiuar domethënë në Brunei faktikisht dhe ka marrë titullin doktor shkencë dhe është një prej xhallarëve që është shumë aktiv në botën e internetit me shkrimet dhe postimet e tij, po edhe në botën e botimeve të librave islam. Allah e shpërbleft. Thënia e parë Imam Shafiu thotë kështu: po ta dija se konsumimi i ujit të ftoftë mas bek bururinë time, nuk do ta pija ndryshe vetëm se duke qenë nxehtë. Çka ka dosh me thonë Imam Shafiu? Porosia për kësaj fjale del shesh në atë që ka qenë vlerë morale në atë kohë, është vlerë morale edhe sot, mirë po atëherë ka qenë shumë e spikatun, tejmase e theksume dhe janë kujdes njerëzit shumë që ta kenë me vete si stoli morale të tyre, burrin. Sot njerëzit nuk e kanë shumë gala, a ka burni, a s'ka burni. Edhe sot mi thonë filoni sisht burr hiç, nuk e kuptojnë shumica e njerëzve si devalvim, si rramje prej lige, si themi, prej nivelit. Pse se burria bëhet vlerë morale atëherë kur krejt kujdesen për të. Tek na si shqiptar burnia ka shumë e shtrenjtë, shumë e madhe, shumë e rëndë. Edhe e kemi rujt me fanatizëm burnin. S'kemi leju për shumë njëra për momentet manifestimit burnis ka qenë xhelozia për nderin. Që sot fatkeqësisht do thotë është tej mas e relativizuar. Domethënë saqë ajo që në gjuhën e fesë edhe në gjuhën e popullit është quajtur dejuzllëk, do thotë mos kesh ti xhelozi për nderin tan, për gruan dhe vajzën tonë, për nanën dhe motrën tonë. Sot dejuzllëku është bë, do thotë jo demode vetëm, po është bë një vlerë e cila sulmohet vazhdimisht dhe cenohet. Dhe në momentin që ti ki xhelozi për nderin tan, ata të llogarisin ti je, do thotë arkaik, je shumë i vjetër, je do thotë je jo modern, i pa emancipum, i pa moderum. Duhet me të kdhenti se je, domthonë themi na burrvakti. Edhe sot themi burrvakti, domthonë fanatik. Po jo, burrvakti në kuptim përpara ka pas si lloj vlerash edhe kujdesesh tash. S'është më vakti i burnis, është vakti domethënë i feminizmit, i feminitetit. Emancipimit. Domethënë edhe edhe kuptimin do thotë fizik edhe kuptimin moral të burnis, kuptimin që un jam ai që e mbroj nderin tim, un jam ai që e mbroj pragun e shtëpisë time, un jam ai që e mbroj pasurinë time. Domethënë unë ka un moment, domethënë jam paqësor, jam për bashkëbisedim, jam për debat, jam për kompromise, ama derisa të vjen te vija kuqe. Kur të vjen te vija kuqe, mo atëherë unë jam ai burri i cili nuk e lë askën me mashkel pragun e shtëpisë, nuk e lë askën me mashkel nderin e shtëpisë, nuk e lë askën me ma grabit pasurinë time. Edhe kjo e bën një popull patriot. Sepse sot edhe termi patriotizëm, domethënë veç mo ka hup prej të ndëgjoj rinin çka folin, ndëgjoj podcastet e ndryshme për çka flitet. Patriotizëm nuk e di çka është. UÇK çka është ai? Pse më shku me vdek, me uvra? Do thotë andaj do të pas parasysh këtë muhabet që sot faktikisht ka devalvu vlera e burris, Islami që atëherë, edhe në kohën Imam Shafiut, edhe sot potencon burrin. Burri i cili i përmbahet premtimeve të veta, burri i cili e ruan nderin e familjes vet, burri i cili është i gatshëm me sakrifiku vetveten dhe familjen e tij për ta mbrojtur tokën e tij nga okupatori, siç ndodhi me familjen do thotë legjendare e Adem Jasharit. Baci Shaban realisht familja ishte e tij
djemt edhe do thotë nuset e tia me nipa e stërnipa ishin ata që u sakrifikon për lirinë e Kosovës. Edhe normalisht ata të mëhershmet faktikisht që kanë qenë edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, gjithandej që kanë sakrifiku. E kjo burni është ajo që ka bërë ata të rima. Edhe kultivimi i burnisë është i rëndësishëm e jashtëzakonshëm, andaj Allahu i madhreshëm në Kur'an kur flet për besimtarët i quajnë burra. Për shembull, janë dy momente po do më nda tash pas më marr këtë kohën. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Burra që e quan vend premtimin që ia dhan Zotit. E merr amanetin, e merr flamurin, e merr flakadanin, edhe e vazhdon, ja dorëzon brezit që vjen pas. Nuk lën me ra flamuri. Do thot e mbronat me çdo gjë që ki. Kjo është burr, kjo është burr. Kjo është burrni dhe kjo është burri. Që fatkeqësisht thot për shembull ti nuk mundesh me gjet dikam thon, a e merr be këtë amanet ta çosh në vend, a e merr be këtë flamur ta bartish, a e merr këtë flakadan ta çosh te brezi i arshëm, nuk mundesh me gjet dikan i cili është i gatshëm me sakrifiku për me marrë flamurin para. Se në momentin që ti e merr flamurin duhesh me mbrojt mos vjerë flamuri, po me valu vazhdimisht. Edhe ajeti i dytë kur Allahu Dhu Xhelal flet fihi rijalun në xhamia ka burra, të cilët e madhrin Allahu Dhu Xhelal edhe duan që të mbajnë pastërtinë shpirtërore dhe pastërtinë fizike. Fihi rijal, ka të burra. Në burrat rriten edukohen në adhurimin e Allahut, në lidhjen e mendjes, zemrës dhe shpirtit tyre me Allahun. Dhe e marrin kulturën, edukatën, diturin nga ajo që e ka shpall Allahu. E kjo burni do të ka qenë vlerë shumë e madhe dhe andaj Imam Shafiu rahimullahu taala thot, nëse mendoj që macenon burnin pirja ujit freskët, sepse në botën arabe është nxeft. Komoditeti. Nëse mendoj se komoditeti macenon mua burnin, unë e la. Edhe midis verës pi ujit nxeft. Se edhe kjo është e vërtetë, sepse jeta e vështirë prodhon burra të fortë. E burrat e fortë prodhojnë kushte të mira. E kushtet e mira prodhojnë burra të lishtë. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Këtë ka thonë Imam Ibn Halduni në librin e tij që flet domosdoshmë për zhvillimin e popujve dhe civilizimeve. Kohët e vështira prodhojnë burra të fuqishëm. Burrat e fuqishëm normalisht sjellin kohë të mira, se luftojnë, përpiqen, bëjnë shtetin, bëjnë domosdoshmë komoditetin. Shteti i fuqishëm, komoditeti që ofron qytetarëve vet, ofrojnë, do të prodhojnë burra të lishtë. Edhe ata burra të lishtë kanë ndodhe hupin shtetin pastaj. Edhe andaj na themi duhet na me kultivu sistemin edukativ arsimor në shkollat tona, duhet me dhënë rëndësi edukimit burrnor, se kur themi burra, sa është normalisht feministët thënë kjo burrnesha. Po në gjuhën shqipe ekziston domthon edhe burra edhe burrnesha, gra të cilët kanë tipare të burrave, se zakonisht gruaja është më emocionale, edhe domthon si më thon, më e disponuar të nënshtrohet presionit. Për shembull, kur hyn okupatori në një shtëpi, nëse burri reziston, gruaja e parë dorëzohet, do intervenon për me zbut situatën duke e pranu fajin ose duke e dorëzu atë që e lip okupatori. Edhe kjo është fotografi domethënë e mirënjohur edhe reale. Rall ka gra për shembull që i rin besnik rezistencës burrit ose rezistojnë bashkë me burrin sikurse ka ndodhur faktikisht me herojt kombëtar ton, Femi edhe Xhev Ladrovcin. Shumica e rasteve është që okupatori e përdor gruan, gjinin femrore, për t'ia imponu burrit ta dorëzon për shembull idealin e vet, qoftë ajo arma, qoftë ajo rezistenca, qoftë ajo botkuptimi politik i tij e kështu me radhë. Dhe për këto arsye, sepse gjinia femrore është emotive dhe është e prirë zakonisht të nënshtrohet dhe nuk ka fuqinë e rezistencës, i thuhet edhe gruas e cila ka tiparet e këtij burrit, i cili është i pathyeshëm, burrnesh. Edhe nuk ka mundësi më thon për shkak të burrit që ka tipare të burrnis më thon grua e fuqishme ose grua e çelikt. Ka raste në perëndim e përdorin, në gjuhën shqipe kemi burrnesh, në perëndim zakonisht e përdorin domon grua e hekërt ose grua e çelikt. Faktikisht është e vendosur në vendimarrjet e veta.
Po përsëri summa summarum i thotë edhe asaj burnesh, domethënë se ka tipare të burit që kur e merr një vendim nuk e luhat atë. Kur e jep një premtim i përmbahet asaj. Kur e merr një amanet e çon në vend. Edhe do thotë nuk i shet parimet e veta për asgjë. Këto janë do parafërsisht përshkrimi i burrnisë dhe i burrave, për cilën ka folur Imam Shafiu rahimahullah dhe me këtë thanje edhe një herë po e përsëris ka tentuar me thonë se nuk duhet me leju asgjë me na cenu burrnin. Edhe çdo gjë që na mendojmë se mund të na cenu burrnin, na duhet me largu. Edhe andaj në këtë rast është edhe ai tregimi, do thotë i vullnetarëve që kanë ndeshur të bashkangjiten patriotëve shqiptar dhe kanë shku, domethënë kanë lip të shtëpia Azembejtën, e se kanë gjetë normalisht se Azembejtën në përmale, e kanë gjetë nanën e vet. E ka thënë Bebira mas i pas kjartë për i largë, do thotë vashtrejt dhe bukë me hongër, e gjendja e vështirë ekonomike, gjithsesi, ka nxjerrë një kulaç bukë edhe do mazë aty me hongër bukë, e këto normalisht djemtri, me ka hongër këtë bukën, ka thënë Bebira ju si ja pas kemi sy, domethënë me këtë tempo të ngrënjes së ushqimit, ju s'mund me konë ushtarë domethënë Azembejtës, sepse shumë jep një rëndësi domethënë ushqimit fizik, jeni të pavetëshëm se ka çaklloku lufta, rezistenca, ka kon sakrificë dhe nuk mundesh ti me hongër bukë sa duhesh kur duhesh faktikisht. Edhe kjo tregon se ata djem të ri do thotë kanë ndesh me qenë vullnetar në rezistencën kombëtare në atë kohë, mirë po s'kanë qenë përgatitur psikofizikisht se kur të bëhesh ti faktikisht pjesë e rezistencës, duhesh me qenë i përgatitur edhe me sakrifiku shumë nga komoditeti të cilën domthonë e ki pas në jetën normale. Edhe kjo dëshmon vazhdimisht të gjitha luftat e popujve liridashës, edhe rasti i Palestinës e dëshmojnë çdo tillë se populli edhe rinia e atij populli ishin gatshëm me sakrifiku çdo gjë për mos me hub lirinë e vet, për mos me rrajë tokë nën okupim të okupatorëve, dhe ajo rezistencë do thonë ishte e mrekullueshme edhe ishte temë e cila e zgjoi gjithë botën dhe ka më qenë temë për të studiuar dhe për të analizuar edhe shumë vite dekada më pas. Më pëlqej sa mire këtë thonjë të Imam Shafiut e ndërlidhe me ngjarjen e Azembejtës dhe bashortës e Azembejtës. Më thonë, shkojnë të hongër shumë, jo burrnia nuk lip me hongër me pi. Komoditeti, po domethënë ata që janë mësuar komoditet, zakonisht është vështirë me gjetë shumë burra të mëdhenj. Imam Shafiu në këtë thonjë gjithsesi thotë nuk isha piu i të ftoft nëse ma prish burrnin. Edhe shumë mirë e ndërlidhe Kosovë, Gaza. Kosovë, Mekë, Gaza. Po, Kosovë, Mekë, Gaza. Se Imam Shafiu ka qenë nga Gaza. Atëherë shkojmë me thonjën e dytë. Interesanta kjo thonjë. Imam Shafiu thotë, mos jetoni në një vend ku nuk ka një hoç që ta mëson fen dhe një mjek që të informon këshillon për trupin, shëndetin. Kjo lakmamësia Imam Shafiu. Zotën Imam Shafiu disa studiues jo muslimanë quajnë filozofin e parë muslimanëve. Sepse në librat e tij ka qenë vizionar, largpamës edhe ka thellësi intelektuale të mëdha. Domethënë realisht e quajnë edhe e quajnë gjeniun musliman, domethënë abqari, gjeniun musliman. Imam Shafiu rahimahullah në ato kohë i paramonton shekullin e 3 hijretit. Viti Gërgjan kur ka jetu? Saksisht nuk më kujtohet tani për momentin, po 180-220 aty pari tash, saksisht nuk e di mundja me shikon në internet, domethënë, edhe me gjetë. Por në atë kohë, domethënë, fundi i shekullit dytë, fillimi i shekullit 3 hijretit. Ka qenë, po ka tregu, do thotë, dimensione largpamëse në kujdesin e komuniteteve në ndërtimin e jetës shoqërore. Do thotë, një qytet, një fshat, çka i duhet me dhënë për parësi. Edhe këtu gjithashtu shifet qartë dekadenca jonë, edhe tash, krahasim me këto udhëzime. 1200 vjet më vonë. Po, do thotë, nëse na e ndërtojmë një lagje të re, për shembull kemi na komuna, kemi ministri për planifikim hapësinor, transport dhe lidhje kështu me radhë. Domthonë, kemi institucione që kanë me qindra dhe mija punëtor që merren me planifikimin hapësinor. Edhe tash çka ndodh? Ndodh që kur planifikojmë lagjet e reja, na nuk parashohim atje do të sa duhet as kopshte për fëmijë çerdhe, as shkolla fillore, as shkolla të mesme, as ambulanca, as poliklinika,
do thot as salla sporti, as kënde lodhash për fëmijë, gjithsesi nuk planifikojmë xhamia. E tash Imam Shafiu rahimahullah në atë kohë kur këto muhabete s'kan qenë kaq të detajizuara si janë sot, ka thonë mos jeto më një vend ku s'ka hoxhë, ku s'ka mjek. Pse? Sepse jeta e individit varet prej dy shëndeteve. Shëndeti do thot psikik dhe fetar dhe shëndeti fizik dhe trupor. Andaj me hoxhën të intelektualisht ngelesh i ngritun edhe shpirtnisht je mirë. Do thotë se hoxha është dietar, është akademik. Sidomos flasim për atë kohë kur hoxhallarët kanë qenë pronar të shumë shkencave. Nuk është sikur se sot që një pjesë e madhe e hoxhallarëve do thotë janë të thirrur me fol vetëm për fen. Në ato kohra kanë qenë domosdoshmë sikur se filozofët e vjetër, kanë qenë ekspertë të shumë lëmive. Zakonisht ka hyrë gjuha arabe aty, kanë hyrë disiplinat fetare, edhe ka hyrë mjekësia. Edhe shumica e hoxhallarëve si e kanë njoft fen, e kanë njoft edhe mjekësinë. Edhe normalisht gjithashtu kanë ditë edhe shkencat mbi gjuhën, po normalisht kanë pas edhe hoxhallarë që kanë ditë edhe shkenca eksakte, matematikën gjithsesi, po edhe shkenca që kanë marrë me kimi, me fizikë e kështu me radhë. Edhe andaj Imam Shafiu rahimahullahu taala thot kur shkojsh në një vend, shefe në atë vend, a ka intelektual edhe a ka mjek. Që kur të kesh probleme intelektuale, kesh me këtë ti debatosh, kur kesh probleme shëndetësore, ki kush ti trajtoje ato. Që nëse e përkthejmë pak ma konkretisht, do thot një shoqëri e zhvilluar është ajo shoqëri e cila vazhdimisht prodhon nga gjiri i vet njerëz intelektual që merren me shkencë dhe me fe dhe mjek, të cilët domethënë do të jenë aq në numër sa që do e ndihmojnë shoqërinë e vet me u mjekue në raste ku do të kenë sëmundje të ndryshme. Që i vjen se sot na për shembull në përputhje me numrin e banorëve të një shtetit, të një qytetit, të një fshatit, duhet do thot e bë matematikat. Për një qytet sa mjek duhen të gjitha drejtimeve, të gjitha specializimeve. Do thot edhe si infermier, si teknik medicinal, infermier, po edhe si specialist të drejtime ndryshme, nuk i dimi këtë drejtimet e mjekësisë, po e dimi se ka ginekologji, e dimi se ka kardiologji, e dimi se ka neurologji, e dimi se ka, smundje drejtime të ndryshme, të cilat faktikisht të gjitha ato duhet të mbulohen me aq mjek sa që i mjaftojnë një qytetit ku jeton ti, nëse është qytet periferik, dhe nëse është kryeqyteti në pyetja dhe qendrat klinike universitare, atëherë gjithë shtetit ku ti jeton. Edhe kur ti bëjmë këtë matematika në hala dalim minus. E para në aspekt statistikor, e pastaj në aspektin e kualitativ, cilësor. Edhe paramendoj ka folë para 1200 viteve, në hala sot nuk kemi arrit që t'i nxisim njerëzit t'i mbulojnë këto nevojat tona. E dyta në aspektin e intelektualëve, këtë rast hoxhallarëve në aspektin fetar, njëjtë botë matematika, sa banor musliman i ka ai qytet, sa xhamia i ka nevojë ai qytet me pas, sa hoxhallar i ka ai qytet domethënë aktiv, sepse edhe xhamia si institucion edukativ arsimor nuk e ka veç një figurë, po e ka muezinin i cili e thret ezanin, imami i cili i prin besimtarve, muallimin i cili i mëson fëmijët dhe hadimin i cili e mban ligjëratën. Në shumë xhamia ka mundësi me koni njëjti mi lut këto 4 role, mirë për nëse duam funksionalitet plot xhamis, na duhet me nda këto detyra në 4 persona ku secili e kryen detyrën e vet, edhe atë rritet kualiteti edhe sasia e prodhimit të produkteve që i prodhon ajo xhami karshi xhamatit ku jeton ata. Mirë, por para kësaj na kena një problem, për shembull, nëse kemi 1 milion banor me një qytet, i kemi 300.000, 400.000 banor me një qytet, duhet me pas se atyve banorëve ditën e xumës sa xhamia u duhen për me u fal, jo në diell edhe në shi. Edhe kur na e shohim se çka ndodh në qytetet tona të mëdha, metropolet tona, ku ditëve të xumaja, që është obligim fetar i besimtarëve me fal në xhami, se s'mund me falen në shtëpi, xumon, për burrat po flas, edhe vjep koha për shkak që ata të falen në rrugët edhe oborin e xhamisë dhe rrugëve për xhamisë, i kemi kushte klimatike të vështira, kemi verë të nxehtë, edhe kemi dimra të ftohtë, edhe shohim se si ata vujnë, edhe e shohim se si organet kompetente
nuk merren as pak me këtë problematikë, edhe nuk në planet e tyre urbanistike nuk e parashojnë në lagjet e reja, sidomos askund parcella për xhami, i themi ata njerëz neve nuk na vlerësojnë asgjë. Nuk na llogarisë se jemi banor të vendit. Edhe nevojat tona, domethënë, edhe ato shpirtërore, edhe ato fizike që i kemi për të zbatuar obligimet tona shpirtërore, nuk i përfillin. Edhe injorimi në këtë aspekt fatkeqësisht është te i mase i skajshëm të një numër i madh i pushtetarëve dhe qeveritarëve tonë, fatkeqësisht. Domthonë shumica e kryetarëve të komunave tona, qyteteve tona, asnjëherë në asnjë plan detaj urbanistik nuk parashohin vend për xhami. Edhe bile, sikur se ka ndodhur paradokse, janë gatshëm ata edhe shkollat, me shembe, me shndru në kisha, mirë po nuk bën vaki që ata me leju një vend shtetit, domethënë me shndru në xhami, e cila e shërben gjithë atë komunitet. Madje xhamit i shërben edhe komunitetet jo besimtare, sepse shpesh herë ndodh që ato xhamia me nis aksione humanitare, nga të cilat aksione humanitare përfitojnë gjithë besimtarë dhe jo besimtarë. Sikur se është rasti për shembull, sa xhamia organizojnë dhurimin e gjakut. Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe te na, tërmete, zjarre, shkatrim, djegje të shtëpiave, edhe këto xhamia merren me kësi aktivitete. Edhe përfituesi i këtyre aktivitete kush është? Janë gjithë shoqëria jonë. Pa marrë parasysh janë besimtarë as janë besimtarë. Edhe andaj nga kjo që ka thonë Imam Shafiu, del ashef pra domthonë brenda 1200 viteve si ka evolu kjo. Do thotë o ju musliman, o ju besimtar, o ju shoqëri, o ju banorët e një fshatit, banorët e një qytetit. Sa merreni me gjëra të kota, merruni me, do thotë, krijimin e kushteve të jetesës komode në vendin tuaj. E tani, kur të kthehemi te pjesa e mjekëve, kemi një problem të ri. Problemin e emigrimit mjekëve nga vendet tona në shtetet perëndimore. Pse? Për shkak dy arsyeve. E para është do të thotë arsyeja profesionale, mungesa e efektivizimit të administratës së Ministrisë së Shëndetësisë, fondit shëndetësor dhe drejtorive përkatëse në qendrat universitare klinike. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë se njerëzit nuk e marrin vendin me merit, por e marrin me afërsi, do thotë, nga pushteti. Edhe kush është pushtet, i emnon drejtora njerëzit e vet, ndrohet pushteti, vjen pushteti i ri, përsëri ata i vendosin në vendet kyçe njerëzit e vet. Në këtë formë i bëhet padrejtësi njerëzve meritor, edhe çka ndodh? Ndodh që njerëzit bëktisen, mërziten nga kjo padrejtësi dhe ky do thotë mos vlerësim i sakrificës së tyre. Edhe ai kur e shef se për shembull punon 10 vjet, 15 vjet me djersë, me mund, me sinqeritet, me cilësi dallume të veçantë, me specializime të vazhdueshme, edhe ngeret i parëndësishëm në atë spital, ai do thotë shumë raste i kërcënuar, i sabotuar, i shantazhuar, edhe i sham, i ofenduar dhe thotë po shkoj dikon ku më vlerësojnë. Së është mësi tash rroga, është vlerësi domodin merita e në vlerësim edhe me do të vlerësim meritor i punës teme. E kjo fatkeqësisht ndodh në shumicën e shteteve tona shqiptare. Me informata të sakta që i kam domodin për njerëzve që janë aty aktiv. E dyta është puna e pagës. Përdesja e paga domodin simbolike për rrezikun që kanë ata dhe përgjegjësinë që e marrin ata për mi vete kur e bëjnë një operim të një pacientit. Do thotë normalisht mos vlerësimi i mundit dhe sakrificës dhe rreziku që marrin përsipër dhe përgjegjësisë, ata do shohin një zgjidhje tjetër. E këtë zgjidhje e kemi në spitalet private. Edhe spitalet private, njëra përdesja janë private, ato janë spitale biznesi, nuk janë spitale humaniste. Dhe përdesja është biznesi në pyetje, normalisht janë dy burime kryesore të financimit spitale private. Një është pagesat e shtrenjta që i bëjnë qytetarët për intervenime të shpejta dhe suksesshme për familjarët e tyre. E dyta janë marrëveshje që i bën me fondin shëndetësor. Shtetet e caktuara normalisht edhe këtu politizohet edhe e drejta e hapjes së spitaleve private, mirë po përdesja janë private. Ato qëllimin kryesor e kanë sigurimin e fondeve të mjaftueshme për me mbajt atë spital domodin kom, edhe me mbajt nivelin e kualitetit. Tash kualiteti është dy aspekte. Një është aspekt dekorativ, infrastrukturor, kuptimin e bën spitalin e ri, e bën të bukur,
e bën me fotele të bukura, dizajnin të bukur mrenda, Ta mush, si ka mush krevatet e të smurve i bën gjithashtu, domethënë dhomat i bën me pak pacienta, pjesën teknike e zhvillon mirë, edhe pjesa e dytë që është më e rëndësishme se para është puna e stafit mjekësor, do thot nga tekniku deri te do thot drejtori i repartit, çfarë kualitete kanë ato, çfarë përvojë kanë ato dhe çka ofrojnë ata nga betimi i Hipokratit, të cilën ata e thënë kur e përfundojnë fakultetin e mjekësisë. A janë alo në atë betim apo e kanë haru krejtësisht atë betim edhe nuk u del para syve në momentin kur ata e bëjnë interventin te një pacient, apo e shohin si para atë pacientit. A ka mundësi më na tregu për betimin e Hipokratit? Domthonë ajo është betim që e bëjnë mjekët faktikisht në momentin kur e kryejnë fakultetin e mjekësisë, ato do jenë në shërbim të pacientit, njëri të smur, të lëndum, qoftë prej domethënë miqve, qoftë pjar miqve, qoftë luftë, qoftë paqe, ato do të jenë vazhdimisht domethënë në shërbim. Tash nuk e di unë tekstin. Po Po është qëllimi kjo. Do jemi të sinqert në zhvillimin e profesionit ton dhe do jetë preokupimi jon kryesor ta ndihmojmë të smurin me gjithë atë që e kemi na parasysh. Po. E tani kjo është puna e mjekësisë. E njëjta situatë është edhe të hoxhallarët. Nëse institucionet fetare të na, Bashkitë Islame, nuk kanë përkujdesin e duhur të qeverive tona dhe i llogarisin si institucione të parëndësishme, irrelevante dhe të anësore dhe nuk i mbulojnë me buxhetet nevojat e tyre në buxhetet qeveritare, megjithëse na besimtarët që jetojmë këtë shteti jemi taksapagues. Edhe ashtu sikur se për taksave tona paguhen shumë sene në këtë shtet, pse mos paguhen edhe shërbimet të hoxhallarëve. Edhe në këtë situatë kur Bashkia Islame jeton me kontribute vullnetare të besimtarëve, atë normalisht nuk ka fuqi ekonomike për me siguru paga të mira për hoxhallarët. Edhe çka ndodh, zakonisht hoxha që vjen në vendlinjën e tij dhe nuk gjen punë përkatëse ose gjen një punë, por e shef se pagesa nuk i plotson nevojat e tija, atëra e shef gurbetin si zgjidhje dhe opcion. Ashtu sikur se ikën mjeku, ikën edhe hoxha i mirë. Tash nëse jemi situatë ku na nuk kujdesemi as për mjeksi, as për fe, këtë rast as për pjesën e profesionistëve tjerë në mi tjera, e na ikin më të mirë që i kemi na, atë nuk e diu nëse kena me zhvillu jetën këto vende. Edhe andaj është detyrë dhe obligim i pushtetarëve, kush do qoftë në pushtet, i qeveritarëve, që ata të punojnë, do thotë edhe të jenë sinqert në realizimin e këtyre planeve dhe programeve punës, që të sigurojnë kushte normale jetësore për këta profesione që na të gjithë pastaj të jetojmë mirë. Edhe andaj jo rastësisht për shtetet e zhvilluar investimin më të madh e bëjnë në sistemin e arsimit. Shkolla. Në pagat më të mëdha japin mësuesve, të cilët mësues pastaj punojnë me fëmijët që t'i motivojnë ata të vazhdojnë në limite ndryshme, secili në atë që e ka për zemrë dhe dëshiron, po t'ja jep hakun që ato studimet, domethënë pas shkollave të mesme, në fakultet dhe pas fakultetit të sjellin kualitet në të gjitha segmentet e jetës dhe normalisht kur kemi pastaj kushte të mira ekonomike, bëhemi edhe të pathyeshëm karshi turistëve, presioneve dhe jo shjeve, të cilët na ofrojnë pastaj opsionet politike ndryshme që dalin në shesh, duke tentuar nëpërmes kësaj forme të blenë votën dhe votuesin dhe të sigurojnë pushtetin shumë mandate, duke mos e shikuar a kanë suksese në realizimin e premtimeve të tyre apo thjesht janë premtime boshe që në start premtime të cilët as vetë nuk mendojnë se kanë më qenë realitet ndonjëherë në vendet tona. Pra shife, një fjali im në Shafiut ka të bën, nëse elaborohet detajisht, ka të bën me një zhvillim infrastruktur, politik, social, do të akademik të një shoqërie ku jetojmë na sot. E tash, nëse na sot qytetet tona s'kena hoxhallar sa duhet edhe mjek sa duhet, kjo është si numër. Po edhe hoxhallar si duhet, edhe mjek si duhet, atëherë s'ki çka lip në atë vend. Lip në vend tjetër. Domethënë kjo nuk është thirrje për me emigru vendet tona. Po është thirrje që na me kontribu gjithë me rrit sasinë e kuadrit, domethënë intelektual të na, edhe me rrit sasinë e kualitetit të shërbimeve të tyre. Edhe me emigruve toka Allahut është gjithkohë. Po ma emigrimi ka pasojë tjera, por atë na fetarisht edhe kjo temë është elaboruar shumë mirë, në momentin që ti si një komunitet për shembull shqiptar musliman këtë rast, emigron me një shoqëri ku janë shumica jo musliman, jo shqiptar, ti rrezikon me humb edhe identitetin kombëtar edhe atë fetar, që kurse ka ndodhur me shumë familjar tonë, domosdoshmë që kanë shkuar në gurbet, në momentin që humb identitetin fetar, shumë lehtë pastaj humb edhe atë kombëtar.
Edhe andaj fëmijët edhe nipat, e stënipat e familjarëve tonë që jetojnë në gurbet sot nuk dinë me fol shqip. Do të e kanë humb identitetin kombëtar. Nëse prindërit largohen prej xhamie edhe prej qendrave islame që janë domethënë vatra të arsimit kombëtar, arsimit fetar, të problemeve sociale, zgjidhjen e problemeve sociale të shoqërisë, komunitetit shqiptar që janë perëndim, atëherë ata nëse humbin edhe fen, domethënë si lidh asgjë pasaj as me tokat tona shqiptare, as me fen Allahu dhe gjara fen islam, dhe ata bon tjetërsohen, faktikisht shkrihen në popujt e vendeve ku jetojnë ata. Këto janë rreziqe të mëdha që faktikisht fitimi është shumë i vogël krahasim kësaj humbje. Ti mundesh me fitu miliona, por nëse nuk je shqiptar, nëse nuk je musliman, çka të vjen ajo pasuri. Po më pëlqen qasja e Imam Shafiut para 1200 viteve këtë thonje ka thënë. Domethënë mos rrin atë vend ku s'ka mjek. Po flas për mjekin. Domethënë se ne gjithmonë kujtojmë që feja thret me po sabër, mos shkon doktor rriban sabër vujç atë. Jo, shko shnoshu. Shnoshu edhe prodho kushte, domethënë që kush ka me të shëru ty me kon i mirë. Faktikisht me pas ambulancë, me pas poliklinik, me pas spital, se smundet janë nivele, domethënë ti smundesh me një ambulancë me shëru problemet e komplikuara shëndetësore. Kur thotë mos rrin në vendin ku s'ka mjek, domethënë ai vend është i pazhvilluar. Domethënë tash kur e ndëgjon këtë porosi, nxjerrë para vetes një vend në Afrikë që s'ka kur gjë. Si jetohet atje dhe me dashur. Ama kjo qëllimi i kësaj porosie është kjo. Nëse jeni komunitet i ri, në një vend të ri, atë fillo zhvillimin infrastrukturor. Mos e bën shtëpinë tonë ti, kjo është ajo. Mos e kshiti veç galën tonë. Po prodho dy institucione bazike që ta mbrojnë shëndetin imanor në këtë rast edhe intelektual dhe shëndetin fizik biologjik. Hoxhën edhe mjekun. Këto prodhoi më një herë, institucionet ku ata kanë me vepru prodhoi më një herë, domethënë xhamin edhe ambulantën. Pastaj fillon domethënë me thënë njerëzit me jetun tese, për ndonjë që jeta juaj ka më kon katastrofë. Dhe kjo është e vërtetë. Për shembull, sa njerëz në Afrikë vdesin nga malaria. Pse s'ka ambulant ku ata do të vaksionohen kundër malarias, a kupton? Me pas mjek edhe me pas ambulanca që ata vaksionohen kundër malarias, nuk vdesin nga malaria. Jemi viti 2025. 1447. Po. Jo. Imam Shafiu para 1200 viteve ka thonë këtë. Në Shkup, spitalet private që i ceke janë të mbushur me vëllezërit e motrat tona të Kosovës. Pse po ndodh kjo? Pse Maqedoni fiton ato pare të fituara me mund? Masina të çka temë Imam Shafiu që shumë lidhet me këtë temë. Nuk lidhet direkt, lidhet indirekt sipas analizës që na ja bënëm. Jemi në RTI, edhe puna është, po është domethënë ajo një prej brengave që kemi na si shqiptar që jetojmë në Maqedoni, për atë që ndodh domethënë sidomos dy spitale kryesore private në Maqedoni, pacientët kryesorë i kanë prej vëllezërve dhe motrave tona që vinë nga Kosova. Ekskluzivisht. Edhe operimet e tyre domethënë janë shumë shtrenjtë, se zakonisht vinë për probleme që s'gjen zgjidhje për to domethënë ndoshta në Kosovë. Është dilemë shumë e madhe, është pyetje domethënë shumë e vend, është problem shumë i rëndë, edhe me ato parë të atyre pacientëve ata domethënë i kanë zhvilluar institucionet e tyre dhe kanë arrit një standard spaku pjesën teknike, një standard shumë të lartë botnor. Pjesën e profesionale mjekësisë është mohabet që ka për të diskutuar aty domethënë. Po normalisht këtë është ai dështimi i dy segmenteve, mendoj unë, Allah e din më së miri, i pjesës do thotë institucionale e pushtetit qeveritare, ku qeveritë tona, si e përmenda më herët, domethënë nuk e zhvillojnë sektorin e shëndetësisë në baza profesionale dhe meritokratike, po në baza domethënë të afërsive partijake, dhe andaj fatkeqësisht në shumicën e shteteve tona shëndetësia shtetënore nuk është në nivelin e duhur, është shumë larg asaj që dëshirohet. Pjesa private domethënë është shumë larg prej asaj, shumë larg më lart spaku te pjesa teknike sa ato që janë do thotë sektori shëndetësor shtetënor. E tani te pjesa private, domethënë nuk ka mujt me kuptu kur si ka mundësi për shembull në një shtet që ka disa domethënë multimilionera, mos me pas mundësi ata për shembull me bë bashkimin e kapitalit vet për me hap një spital privat i cili ka më i trajtu këtë çdo probleme serioze
që pacientët do thot nga Kosova vinë maqëni për to, mi i trajtu në Kosovë. Kur ki kapital edhe kur ki marrëveshje me fondin e shëndetësisë, atëre mjek që do i paguash mirë të vinë për këtë botës. Edhe nëse s'ki kuadër popullin tanë. Po, dhe, a zakonisht për shembull nëse ti pagun mirë, kemi pas mjaft kuadrat brenda popullit tanë. Se na kanë nënçmojmë kuadrat tona, po kuadrat tona sot udhëheqin domosdoshmë shëndetësinë e Gjermanisë dhe Zvicrës 100%. Domethënë e kam qëllimin këtë kuadrat më të mira që atje janë domosdoshmë kuadrat shqiptare. Me dëshmom janë drejtora reportesh. Edhe në Gjermani dhe në Zvicër. E tash do thot ata mjek që janë botë mëdha atje, janë botë më për shkak suksese që kanë pas. Që i njëjti mjek me pas net këto, me pas kushtet atje edhe këtu ish bëj madh. Mirë po na pse toni se vlerësojmë, atëherë kemi nevojë me thirr dikan prej Amerikës ose pi Evropë ose pi vendeve tjera me na ofru domethënë mjekimin e popullit ton. E normalisht kemi paguajta 2 fiqen, 3 fiqen asaj që pagon mjekun ton. Ky mos organizim, faktikisht, ky mos bashkimi i forcave të multimilionerave që kemi të na, ka bëu që ata edhe pse janë bërë disa spitale private edhe në Kosovë, tani kohën e fundit nuk kam shumë informata se sa janë, po janë bërë disa për tyre, po fatkeqësisht hala kemi nda njerëz që prej Kosovë vinë për të trajtuar këtu në aspekt shëndetësor, edhe është një breng, edhe është një gale që don lip zgjidhje, po zgjidhjet janë këto. Shteti e dyta do të sektori privat me bashkimin e forcave kanë mundësimi të kalu edhe me ofru zgjidhje qytetarit që mos ketë nevojë me shku askund jashta shteteve tona. Se na jemi të vetëdijshëm se për shumë operime të rënda, do thotë popullata jon e Ballkanit përgjithësi, o shkon në Austri e në Gjermani, ku është shumë më shtrenjtë, ose shkon në Turqi. E tani kohën e fundit e pa në Greqi, ku njëjtë ka kualitet lartë, po çmimet janë pak më të lira se sa Gjermania dhe Austria. Normalisht kush është milioner zakonisht e preferon Evropën, kush nuk është milioner e gjen si zgjidhje Turqinë ose Greqinë, po përsëri domosdoshmë është kjo devalvuese për ne si shoqëri, për pushtetet tona dhe për shoqërinë tona. Në këtë mejdan të folë më kujtuaj ndodhia e vërtet, po është si një lloj barcolete, kur shkon ish kryetari i Egjiptit tani më i ndjer, Hosni Mubareku në Gjermani për trajtim. Edhe pas thot stafi mjekësor nuk e njohin kush është, edhe në trajtojnë. Edhe këthën, e dini kush është kjo? Kush është kryetari i Egjiptit? Do 30 vjet ka studuar me Egjiptin. Ka thonë po çfarë kryetari ka kanë këtë që duhet marrë në Gjermani mu trajtuar, që se ka basti spital për shtatshëm që ai me shumë atje mu trajtu. E këto janë problemet tona. Do faktikisht shumica edhe politikanëve tonë kur kanë mu trajtu, nuk trajtohen këto të na trajtohen jashtë. Edhe kjo është argumenti i mjaftueshëm për dështimin e pjesës më të madhe të figurave politike që tash 20-30 vjet po na udhëheqin neve. Domethënë, gjatë qërimit të ish presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak në Gjermani, një anesteziolog e pyet infermierën që shërbente atij. Kush është ky? Ajo i thot, "Qyse një ky është ai që ka qeverisur Egjiptin 30 vjet, Hosni Mubaraku." Ai i thot, "Si duket pas ka qenë udhëheqës i dështuar." Ai ja kthan thot, "Pse? E si e dini që është dështak përderisa ju nuk e njehni dhe pyetni për të?" E ke ja kthan thot, "Kush e qeveris një vend 30 vjet dhe nuk arrin me ndërtuar një spital për ta shëruar vetveten dhe bijtë e atij vendi, ai vërtet duhet të jetë një dështak." Kështu që Po. Njerëzit si Hosni Mubaraku edhe të ne Shive na për shembull kur lexojmë këtë ndodhi me Hosni Mubarakun, qeshemi se kalon Barcolet, sepse është për me, po mi po gjendja e tëra nuk është më mirë. Po. Është që admirimi është i madh këtë rast kur na për shembull Po çe blerim Latifin, fal si po ndërprej. Se gjithmonë e përmeni si shembull të keq. Çdo ditë del në para televizionit, del thot sa një hylli lavdrohet, shish gjithë rini, sa një hylli fulla në këne, unë ja shkruaj në status, thot, po ti shka krenohesh me kallaballikun që u ka bën sa një hyll. Kur çaj kallaballik në Shkup, në Sistin, në spitalet e Shkupit nga Kosova po i mbushin. Kreno kur ta ndërtosh në spital në Kosovë. Ose në universitet, domethënë në range botnore domethënë të lartë, normalisht edhe universiteti ka statush tash, edhe spitali ka statush, po është puna se pra unë tentova me bë dallimin në dy segmente. Domethënë teknikisht ti mundesh me qenë shumë i bukur, shumë komod.
Problemi është mrenda, domethënë stafi, çfarë niveli është, domethënë, ai kupton mirë mjekësinë, ose kupton edhe është i sinqert apo nuk është i sinqert. Edhe universiteti njëjtë, domethënë, mund të marrësh sa dush universiteti. Po është qëllimi i universitetit me nxjerr intelektual të mirëfillt, domethënë të pasionuar pas vërtetës, njerëzit guximshëm për ta mbrojtur mendimin e vet, njerëzit që janë larg pamës, vizionar, apo thjesht të bësh njerëz me diploma atë. Edhe sikurse na e dim, fatkeqësisht një pjesë e madhe e shkollave private, universiteteve private, sikurse edhe spitalet private, qëllimi është me marr lekun edhe thjesht domethënë me dhënë diplomë dikujt me bën njerin të përgatitur për me marrë një post ministror atë. Allah e shpërblet Imam Shafiun, i cili u bë shkak që të flasim në këtë podcast. Hoxh, i nderuar, Allah shpërblet edhe ty. Amin. Shifemi javën e ardhshme. Selam aleikum.